Shikues të dashur, u rikthyem përsëri në studio dhe është koha për bisedën e radhës. Në studio kemi të ftuar Niki Murseli nga 2vo Lab dhe po ashtu Gonxhe Konjufca nga The Balkan Forum, ku do diskutojmë për Ekofestivalin dhe javën e dizajnit të qëndrueshëm, që po organizohet për herë të parë, do të ketë shumë aktivitete dhe do të kuptojmë po ashtu për rëndësinë e festivalit, ditët që do të zgjasin, kush mund të marrë pjesë, çfarë rëndësie ka e të tjera. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Mirë se u rikthej. Mirë se u gjeta, Agnes. Falje nga Nike, po, si do të qoftë shikuesit e emisionit Mëngjesit, besoj që kam pas shumë qef për një kohë gjatë me pa dhe Gonxhen, qoftë me ditë çka është, ku po bën, çka po bën në fakt dhe ku është. Po, si do të qoftë tash Gonxhen e kemi në studio edhe vjen edhe ndohen informata të tjera sa i përket kësaj bisede. Shumë kënaqësi, Agnes, për mua me qenë këto rahatia më është rikthy një rahati, kështu që... Atëherë flasim për Ekofestivalin edhe javën e dizajnit të qëndrueshëm. Çka ka të bëjë dhe çka është ky festival? Festivali edhe në përgjithësi krejt komplet aktivitetet janë të imagjinume, janë të paramenume me që një platformë inovative ku kemi mendu me gërshetu përgjithësinë mjedisore me përgjithësinë profesionale. Kështu që është një mundësi ku të gjitha industrit kreative, të gjitha fushat e industrive kreative, këto dizajni, arkitektura, moda, e tjera, me u përmbledh në një mënyrë ku të regohet edhe kontributi i profesionistëve që e kanë në përmjet punës tëre edhe në mjetes edhe në shoqëri. Kështu që është një mundësi e cila po bëhet për herë të parë, po tash ka ardhur koha që do të më nis me po sanet në mënyrë do me thonë më holistike, jo vetëm në një drejtem, dhe kjo është një tentative jona, me thonë, për me shku edhe me nis debate të reja, sa i përket çështjeve mjedisore dhe të komunitetit, për arsye se nuk diskutohen që ato duhet. Edhe ka nevojë me jep rëndësi edhe kaja këtyre temave. Qysh bën bashkë edhe Balkan Forum edhe 2vo Lab? Edhe Balkan Forum si një organizat ku një prej fokuseve ka edhe qëndrueshmërinë, ekonominë qarkore. Jemi pjesë e një konsorciumi në një projekt shumë të madh, i cili e ka emrin Eco Champions, e në kuadër të projektit Eco Champions në për shumë kryeqendra të Evropës, që është Italia, Belgjika, Greqia, organizohen ekofestivale në kuadër të këtij projekti, e njësoj organizohet edhe në Prishtinë, do të organizohet. Na tu e pa punën e 2vo, edhe 2vo Lab, edhe tu e pa këtë qasjen më ndryshe që jepet qëndrueshmërisë nga ana e 2vo, e kemi pa të arsyeshme që me i bashku forcat dhe disa prej aktiviteteve të javës të dizajnit të qëndrueshëm me i organizu si pjesë e Ekofestivalit në kuadër të festivalit Eco Champions. Janë aktivitete interaktive, janë aktivitete interesante, të cilat po besoj gjatë bisedës mundemi me i shtjellu. Çka ka me pas? Ka me pas përveç konferencave ku do t'jenë të ftuar të fushave të ndryshme, qysh është arkitektura, dizajni, e shumë profesionistë të tjerë, jo vetëm prej Kosovës, po edhe prej Ballkanit. Përveç këtyre konferencave do të ketë edhe workshope, do të ketë një quiz i cili organizohet në kuadër të Ekofestivalit, pyetjet veç se janë hartu, edhe quizi ka me umbajt në qendrën inovative në ICK. Po i vren emocionet, Agnes. Të kisha qenë në anën tënde dhe tash në ICK ka me umbajt eko-quizi, pyetjet që shtash veç se janë hartu, edhe të rinë ka me pas mundësin që me i testu aftësitë e tyre dhe njohuritë e tyre sa i përket temave të gjelbra, qëndrueshmërisë, menaxhimit të mbetjeve, edhe për simbolik kemi me nda 3 çmime modeste, monetare, për 3 fitues që shkon zakonisht i pari, i dyti edhe i treti. Një aktivitet tjetër që ja vlen me u përmend është një diskutim publik që ka me u mbajt ish biblioteka Hivzi Sulejmanit të Qafa, ose ish qendra për praktik narrative. Ky diskutim ka me u mbajt me drejtorinë e shërbimeve publike të komunës Prishtinës, të marrë parasysh që na ligje kemi, rregullore kemi, po sa implementohen, sa zbatohen ato, kjo është temë tjetër diskutimi, kështu që edhe aty ka me pas pjesëmarrës të shumë që ka me pas mundësinë me diskutu bashkë me përfaqësues të drejtorisë së shërbimeve publike, e pastaj kjo ngjarje pason me një aktivitet
po them simbolik, po është edhe aktivitet në teren, ku të rinjt ose pjesëmarrësit në këtë ngjarje kanë me nda në grupe, kanë me u shpërnda në për lagje të ndryshme të Prishtinës, i kemi zgjedhur mirë, po besoj që në bazë diskutimit vazhdon edhe shtjellohet hala ma mirë kjo ngjarje. Kemi me i gjetë vendet ku mungojnë shportat apo koshat e mbeturinave, kemi me i piketu, piketu ato vende dhe me i vendos në një hartë digjitale. E përveç kësaj edhe koshat apo kontenjerat ekzistus, kemi me vendos një farloj slogani apo parule që ato kosha janë aty, mirë po sa po reciklohen ato mbeturina, sa po ndahen e kështu me radhë, kështu që edhe kjo... Nuk është e praktikojmë shumë. Jo. Aty këto ndonjë familje që bën ndoshta vetë, edhe i kanë do ato shportat e veta, për ndryshe këto kur grumbullohen gjitha, sa i përket banesave ku jetojmë, vendeve ku jetojmë, nuk është se e bëjnë. Po edhe po të ishte ashtu një ndarje, në fund përfundojnë në të njëjtin kamion, edhe nuk e di pastaj çka ndodh me to, edhe shkojnë në ato deponit, po sidoqoftë nuk është se riciklohen. Pikërisht, edhe kjo është ajo që na ka zgjuar neve këtë ide bashkë me. Ne thamë që është e rëndësishme me u diskutu këto tema. Pse është e rëndësishme dhe çka qysh e shtyn të tani haptutje Kosovën, kjo temë edhe qysh i fokuson drejt këtyre temave. Është shumë e rëndësishme për arsye se ndryshimet klimatike, për cilat është u fol tash 100 vitet e fundet, po me një intensitet pak më të madh në përpos ta themi 20 vitet e fundit, ndërsa në vendin tonë pak më vonë kemi filluar me u bashku këtij diskutime. Është shumë e rëndësishme për arsye se pasojat e ndryshimeve klimatike vetë jemi tu i pa, dhe na do të të gjitha gjanat të cilat i konsumojmë, përveç që ato prodhohen prej dikujt, ato dhe dizajnohen prej dikujt. Nëse ato produkte jemi të e pa që në fund janë të përfundu si mbeturina dhe janë të ndot në mënyrë direkte apo indirekte dhe të e damtu shëndetin tonë, atëherë është shumë e rëndësishme që me diskutu ose me eduku gjeneratat e reja të dizajnerve ose të krijuesve të këtyre ideatorëve të këtyre produkteve, në mënyrë që ti përbrendësojnë në profesionin e tyre parimet e qëndrueshmërisë, parimet e ekologjisë dhe të mirëqenies së planetit, po edhe të njerëzve. Kështu që është shumë e rëndësishme që këto gjeneratat e reja që po vijnë me nis mu eduku në këto tema, në mënyrë që si gjeneratat e ardhshme të jenë ata praktikuesit e praktikave të mira, e jo të vazhdojmë në të njëjtën frymë që kemi bërë deri tash me që jemi të i po dhe pasoja që i kemi. Po këta profesionistë që janë tash duke implementu projekte të tëre dhe ndoshta janë në projekte të reja, a është e rëndësishme që dhe ata me i kuptu këto ose sa i përdore në fakt, sa i kushtojnë rëndësi qëndrueshmëri? Po, është shumë e rëndësishme, por dhe të momentalisht mundemi me pa një lloj vetdije ku ndoshta këto praktika më së shumti përdoren në mjedise ose në profesione ku ndoshta ligji i rregullon edhe i kërkon këto që të jem pjesë, si më thonë, procedurale të implementimit të projekteve, ndërsa sa i përket të tëtë nëse është një, si më thonë, një hapësirë e lirë ku nuk janë këto regula, nuk është që mirën edhe atë shumë parasysh, përveç se nëse janë pjesë, si më thonë, etikës së profesionistit i cili i praktikon ato, po njëjtën kohë që është i edukuar në këto çështje. Kemi të edukuar apo s'kemi? Kemi. Ndërsa nuk kemi aq sa duhet, po nuk është që nuk kemi, sepse këto tema kanë fillu me u trajtu dhe jo më bo trajnime, po fundja edhe nëse veç i vetëdijshëm pak për çka po ndodh me çështjet mjedisore, me ndryshime klimatike, ja vlen, do të të njëri e gjenë mënyrën që është me mri deri të rezultatet e dëshirume. Kështu që është shumë e rëndësishme që si gjeneratat të reja me nis, me i bu këto, ndërsa gjeneratat e vjetra na po e dim që ata dikush ka me ndryshu, dikush jo, mirë po gradualisht me kohën do të vinë ta të rritë. Po. Pyeta për shkak se edhe kur kemi diskutuar në studie për javën e arkitekturës, pikërisht ka pas edhe tema të tilla, të cilat janë fokusu tek
tek objekte të ndryshme, tek dizajnet të ndryshme, projekte të ndryshme të cilat kanë qenë me, do të thotë që kanë qenë pro kësaj iniciative çdo herë, edhe çdo herë duke mbrojt mjedisin edhe ambientin ku jetojmë, për shkak se kanë marrë pjesë edhe në festivale të tjera të arkitekturës edhe jashtë vendet, jo vetëm tash këtu në vend. Kanë shpreh interesim pjesëmarrësit për me qenë pjesë, do të të rinjt, a ka pas të interesuar në fakt me qenë pjesëmarrës në këtë festival? Po vazhdoj. Po flas për ngjarjet që vetë se i përmenda. Disa prej këtyre ngjarjeve kanë qenë me thirrje të hapura, ku ka pas një numër të madh të aplikantëve dhe ka pas të rinj të interesuar. Mund të them që këto grupe janë mjaft diverse edhe sa i përket gjeneratave, janë intergeneracionale, po edhe sa i përket diversitetit edhe të komuniteteve të tjera që jetojnë në Kosovë. Mirë, po më duhet ta theksoj që secila ngjarje është pa pagesë edhe mund të marrë pjesë kushdo që dëshiron. Hapja do të bëhet sot pikërisht në Kino Armata, po besoj Niki sa i përket kësaj pjesës programative mundet me na nda më shumë detaje. Po, thamë që ka me pas edhe konferencë, do të thotë në fillim kush... Po, paneli do tjetë. Po, kush është pjesë e panelit? Po, sonte të me thonë, krejt java kam i pas, i ka 5 ditë me aktivitete. Mramjeve kryesisht prej orës 7 deri në ora 9 kemi konferenca. Të gjitha konferencat janë të fokusuar në temat të fushave të industrive kreative. Natën e parë kemi më shumë fokusin të hapësira eksperimentale dhe kreative, sikurse Duvo Lab, kështu që kemi ftuar edhe përfaqësues të vendeve tjera rajonale, të cilat kanë hapësira të tilla dhe punojnë që sa vite në këtë drejtim. Ndërsa natën e dytë kemi kreativitetin si akt riparimi, ku kemi ftuar të rinj të cilët janë profesionistë dhe punojnë në fushën e arkitekturës, dizajnit të produkteve dhe të shkrimeve. Ndërsa në natën e tretë do të kemi artin si një mjet transformimi, ku kemi domethënë artist të gjeneratave të ndryshme dhe prej vendeve të ndryshme, të cilët kanë me nda eksperiencën edhe përvojën e tyre sa i përket si e përdorin artin ata për me rrit vetdi ose për me bën ndryshime. Dhe e fundit konferencë është mbi modën. Kemi të ftuar prej jashtë vendit edhe Kosovës, të cilat janë fashion designere që janë duke punu në mënyra alternative dhe jo të modës së shpejt, me thonë. Kështu që kjo është sa i përket të konferencave, falësit janë prej vendor, po gjithashtu kemi edhe falës rajonal edhe ndërkombëtar. Mundet me diskutu me pas pyetje përgjigjen? Po. Panelin e kemi mendu si një lloj diskutimi interaktiv, ku secili pjesëmarrës në panel ka me prezentu 5 deri në 7 minuta punën e tyre dhe pastaj ka me pas diskutim me moderatorën, në fund edhe me publikun. Kështu që është një diskutim interaktiv të në kohën, ku mundohemi sa ma shumë me shpajlu dhe të thëtë punën që janë të e bo, po në një të në kohë dhe të dhe të një farloj barazia në diskutim që mos më do që jemi të prioritizu dikën mbi dikën tjetër, se në fund ditës të gjithë janë dhe të kontribu një saj. Dhe sa i përket aktiviteteve, i kemi si përmendi Gonxha, i kemi gjatë ditës dhe të shtrihen, 2 punëtëri tematike që zgjasin të njavën, dhe këto punëtëri tematike në fund dhe të kemë produkte të prekshme që do të dalim prej punëtërive dhe do të shfaqen natën e fundit me 3 tetor e premte në Bibliotekën Hifzi Sulejmani, do t'jena të pranishëm të gjithë ideatorë të këtëne projekteve dhe do t'kemë mundësi njerë që të bisedojmë me ta dhe të kuptojmë më mirë pse kanë zgjedhë këtë problem, pse kanë zgjedhë problemin, çfarë materiali kanë përdorë e tjera. Do të me mujtë me pa procesin se si bëhet një dizajn qarkor, një dizajn i qëndrushëm. Dhe aktivitetet e tjera si që përmeni Gonxha, njëni do tjetë në Bibliotekën Hifzi Sulejmani diskutimi publik me drejtorinë e shërbime publike, si dhe në ICK Eko-Kwizi. Që shirrit profesionalisht këta pjesëmarrja në këtë festival? Të rinj të cilët marrin pjesë dhe kërkojnë edhe duan ta kenë një të ardhme këtu në Kosovë? Tash edhe sa i përket studimeve të tëra, nuk është që gjithë kurikula mësimore bazohet në parime të qëndrueshmërisë dhe mbrojtjes së mjedisit, si intervenon në kontekstet të ndryshme me komunitetet të ndryshme. Pa gjyku, do të thotë, po
po flas kështu në përgjithësi, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë botën, është një lloj, si ta them, qasje e cila është shumë personale, pra ku një arkitekt, ose një dizajner, ose një artist, kryesisht e vën vetën në rand të parë për me tregu do të thotë çka dën me bo para se me kqyr si po ndikon në kontekstin ku është. Kështu që ardhja në punëtori të tilla dhe ardhja në diskutime të tilla tregon një perspektivë tjetër, tregon një perspektivë ku faktikisht profesionisti e qatë në rand të parë komunitetin edhe mjedisin, do të thotë kontekstin ku jeton, dhe pastaj dëshirat e veta personale. Kështu që mendoj që kjo është një hap shumë i madh drejt rritjes profesionale, pra kur ti sakrifikon për të mirën e përgjithshme. Gonxha dhe njerë me tregu prej kur fillon edhe kur përfundon në mënyrë që me ditë me marë pjesë qoftë në këto punëtori, konferenca e me u bo pjesë e tre çmimeve cilat e theksoi Gonxha që kanë menda. Po, atëherë, java e dizajnit të qëndrueshëm bashkë me Ekofestivalin fillon sot me 29 shtator ditë e hënë në Kino Armata, që shtregova fillimisht do të kemi fjalime dhe prej mbështetësve edhe prej pjesëmarrësve mysafirëve të ftuar. Do të pasoj hapja me një panel diskutimi. Panelin do ta moderoj unë, do të jem pozitën e moderatorës më në fund sot. Në panel do të jetë Niki Murseli, do të jetë Përparim Rama në rolin e arkitektit, do të jetë Maja, nëse nuk e kam gabim, po, Lalic nga Serbia edhe Sonila Abdalli nga Shqipëria. Rastisht që gjithë tjenë arkitekt, do të flasim për vendet e mundësive dhe këto qendrat kreative që përmendi Niki, andaj po juftojmë gjithëve kushdo që është duke na ndjek edhe ka interesim, edhe mendoj që duhet të ketë interesim, sepse janë tema që me vonesë janë duke u diskutu. Nëse nuk po marrë shumë kohë, unë tregova që The Balkan Forum është pjesë e këtij konsorciumi prej bashkë me organizata nga vende të Evropës, edhe ne si Kosovë sigurisht aty desha të dalë. Ne si Kosovë me vite po punojmë drejt antarësimit bashkimeve evropiane dhe si kemi pjesë e krejt këtyre vendeve, e po besoj që duhet me nis me u diskutu edhe këto tema, sepse është bo regres në vendin tonë. Nuk është që ka progres, as stagnim, mirë, po ka regres që ka është ma e keqa. Kështu që duhet mu diskutu edhe është shumë mirë që ka hapësirat të tilla dhe po dhurohen platformat tilla ku diskutimet të tilla të ndodhin andaj po. Mundësit për krejt neve edhe në dorën tonë që se duam të marrim pjesë. Sigurisht. Po e themi, ne po e potencojmë vazhdimisht që qoftë edhe vetëm një person, po i rimendon këto praktika, atëherë ne e kemi bërë punën siç duhet. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit për informatat cilat i keni nda me ne dhe me shikuesit e emisionit Mëngjesit. Shumë kënaqësi që ju patëm këtu. Kënaqësi edhe për neve, faleminderit.